pe ditës parë, kur na e ka dhënë afatin 30 ditë, ti nuk jemi dhënë afatin. Ti e kanë me referu afateve që janë konsumuar se jo. Më pas tash afati ky i fundit për këtë 30 ditën e fundit është me kriju ngërç, sepse me ndiku ne jemi në proces zgjedhor. Do të thonë për me kriju situata të reja, të pasigurta, vendimet e gjykatës janë funksion jo të kërkuesit të interpretimit lista sërbska. Pyetja është më legjitime nëse e kish bën vetëvendosja që të pyetje ose një të ngjashme. A kish dhënë që ta fat? E kemi theksuar disa herë si subjekt, janë shumë prej ligjeve që janë bazike, që janë reforma në këtë qeveri, që kanë shku nga subjektet e njëjta, jo vetëm lista sërbska, po opozita, dhe ndodhen në sirtarët në tavolinat e gjykatës kushtetuese, që cilat disa janë shumica e janë më shumë se 6 muaj. Me nxjerr vendime, nuk i ka gjykata kushtetuese vetëm këto lëndë, zotë Zyba, ka edhe lëndë tjera ku shumë qytetarë dërgojnë aty për shërtim. Jo, nëse jo, gabim jeni. Po mendoj që nuk merret veç me lëndët e gjykatës kushtetuese. Nëse menon ti ose kushdo, se kjo është justifikim për mos punën. Jo, po thamone, jo që ti e ke qëllimin. Nuk e di. Unë jam, domethënë, nuk jam këtë temë hiç. Unë kam një pyetje shumë të shpëtare. Domethënë unë po shtoj pyetje legjitime. Pse është dashur me e prit pra kaq shumë ose me i prit zgjedhjet e mos mi kushtu vetë ku vendin e Kosovës. Mos me prit spari diçka ja vlen për shtetërorët. Mos me prit hiç gjykatën kushtetuese. Çdo qytetar që ndëgjon emisionin ton, komunikimin ton, e që nëse ka një lëndë kushtetuese, që nuk pajtohet që me trajtu kuvendin para se lëndës kontestimore, pronësore, juridike, unë nuk ka qytetar që nuk e menon kështu. Edhe po tjetë në pritje me çfarë do vendimi. Çështjet me prioritet kanë me indikime me përmasa. Unë prapë po them, ligjet që kanë bllokuar vendin, që kanë qenë reforma jo vetëm parazgjedhore, po kanë qenë punë ekipore, e jo vetëm e qeverisë, po edhe ekspertave, e jo vetëm eksperta vendor, po edhe ndërkombëtar që kanë ndihmuar në reforma, janë bllokuar nga gjykata kushtetuese. Tash pyetja shumë e zakonshme, shumë legjitime. Në funksion të kujt janë këta? Pikërisht se duhet të bllokojnë gjykata kushtetuese. Ajo është një mekanizëm, një institucion i pavarur. Do duhet të ishte. Do duhet të ishte. Personat që janë në kredibil. Unë po kursejm për emrat të përvetshëm. Po për personave që nuk janë kredibil. Do të ishte mirë se po nuk i kemi këtu. Për kohë se ja që me u kërku, do duhet i thënë personat që janë jo kredibil aty. Dhe të jo vetëm instalun, po dhe në funksion të kuna janë, ne kemi nevojë sa po të ndryshon parlamentarizmi. Se prej procesit, në çdo proces zgjedhor, vinë freskohen jo vetëm subjektet, po dhe vetë kuvendi. Do duhet freskohet tashmë edhe gjykata kushtetuese. Do duhet. Si, sa po me mandati po konsumohet i tyne. Çdo ardhje e çdo zyrtari në gjykatën kushtetuese, me të drejtë vote dhe vendimarrja aty duhet jo person siç ka qenë deri tash, ne kemi rastin me qenë se PK-vione, kemi person që ka qenë kryetari i një subjekti në një komunë, asambleisti i një komune, i njëjti sot është në kushtetuese. Nuk e di se si mund të bëj një drejtësi të paanshme. Përveç se edhe elemente tjera që i ka shantazh dhe të kapjes, të kërcënimit e diçka tjetër. Tash mund të bëjnë zoti Zyba, sepse ka edhe në institucione tjera njerëz partijak, themi që edhe nga partia juaj që keni vlerësuar që ai mund ta kryejë punën me profesionalizëm. Po. Apo kupton? Tash po besoj që me profesionalizëm po. S'do duhet as në gjykatë kushtetuese dhe as kund tjetër, ndoshta të paragjykohet një person që ndoshta para 10-15 viteve ka qenë. Unë nuk paragjykova, unë e dhash jo vetëm mendimin, po dhe arsyeën se si disa prej vendimeve të fundit, në raport me kuvendin, me mandatin e fundit, nuk kanë qenë të arsyeshme. As bazën nuk e kanë pas. Mirë po, ne si subjekt dhe qytetarët, në veçanti subjekte se si adresojnë problemin, nuk kanë mundësi të apelimi se shtrëgoni më lart. Me pas mundësi me anki mu, në nivele tjera qofshin edhe ndërkombëtare, si subjekt do të banin. Po janë vendime të pakontestueshme. A do ta respektoni vendimin? Duke ditë që a do ta respektoni vendimin e fundit nëse kur ta merr? Sigurisht. Edhe nëse e kthen procesin e votimit të komunitetit për nën kryetar në zero? Mos të paragjykojmë atë se unë pas. Po paragjykojmë, pra ta thash nëse. Tash, nëse hipotetikisht. Ne do të me si subjekt kemi vendime edhe politike. Pikërisht. Juridike, po, sepse është obligim, është procedurë, është nëse se, si që thash më herët,
Nëse se kemi dispozicionin me bën ndryshime dhe me implementu vendimet e tilla, duhet përgatitemi për me ndryshu me bërë reforma më të thella. Reformat vinë përmes qytetarëve tek kuvendi. Të kemi një shumicë tjetër që i merr vendimet pa pas nevojë se për i kthej një kërkesë tonë si subjekt në fushatën që kemi pas për kuvendin që ka mandat. Kërkesa jonë si subjekt. Me një motë të i bëjmë 500.000 vota. Ka qenë një spjegim. Se me këto subjekte, me këta përfaqësues subjekteve, nuk do të kemi mundësi të ecim përpara. Pe gjej fjalën shprehjen më Po zoti Zypa, aktualisht në mandatin e kaluar keni pas 50.02%, domethënë pa pas nevojë nga përkraja e partive tjera që kanë qenë më herët në pushtet. Por prap jeni anku dhe prap jeni kritiku, themi kështu që s'keni arrit me kry punë edhe pse s'keni pas pengesa nga asnjë partner i koalicionit. Pse ju dashën do duheshin tash 500.000 vota? Cila është arsyeja? 500.000 vota kanë qenë synim dhe kërkesa jona legjitime, duke paralajmëruar që pengesat në kuvend nuk ndodhin nëse nuk kemi një shumicë të tillë. Po keni pas shumicën. Vesh lutem, po të shpjegoj pak. E kemi pas dhe e kemi. Pa koalicion. E kemi shumicën, po jo pa koalicion. Po veç këtu kemi nevojë një sqarim diçka. Edhe me këtë kushtetut, subjekti i parë vendos. Subjekti i parë. Mirë po opozita. Pa e preshtu listën srpska, sepse elementi i fundit është që lista srpska e pengon ardhjen drejt e qeveria. E kanë gjetë një mekanizëm të bojkotit, që nuk kanë ndodhur përpara. Pi referona një shprehjes në interpretimin paraprak kushtetuesës. Thot, praktikat, se fjalën praktike kanë marrë këta, nuk ka pas praktikat të bojkotojmë, këna mujtë mos mu pajtu, po kriterin minimal për me vazhdu e kanë opozita aktuale. Pa e preshtu listën srpska, në këtë rast, me jo veç me procedurën, me propozimet e personave të papranueshëm për neve si subjekt në kuvend, për nënkryetar. Mirë, por nuk është vetëm ajo. Është mënyra se si mendojnë subjektet disa, po s'po di konta përjashtojnë nga rasti, subjektet opozitare të gjenë forma të bojkotojnë kuvendin, të pamundsojnë qeverinë, rrjedhimisht të cilësojnë si dështim, jo dështim të vetëm të kuvendit, apo të krijimit të qeverisë, po dështim qytetar. Për këto qytetarin, çfarë do zgjedhjet të ardhshme qendrore? Janë lokalet, po aq të rëndësishme, po në qendroret do të jep jo vetëm mendimin, po dhe verdiktin për cilën do të synimet dhe ndryshimet do të mirë mendoj se si të vjen jo 500.000 vota, po edhe më shumë sepse do të garantohet një funksionim për mandatet caktuar. Po, Unë jam shumë optimist se në secilën situatë kur do të ketë zgjedhje, çdo qytetar që e ka po pengesën nga ka ardhur, do të ketë adresën e fuqizimit subjektit. Po, megjithatë